E kom marrë një intervistë shumë të mirë prej një moderatore që e njohim shumë mati, po kohëve të fundit na ka mungu, po ka fillu me një televizion, kështu që hajtë të pyesim se si është Vera për të sot. Mirë Linda, si je? Mirë, te si je, si ja kalon? Mirë, si është Vera për ty? Vera veç se ka fillu, shumë e mirë, shumë e nxehtë, edhe po presim normal që me shiu sa ma shumë edhe me kalu sa ma mirë, edhe me projekte, edhe me qef, edhe me pushime edhe krejt. Po si është emisioni aty ri? Mirë, tash me jam pjesë bashkë me Milajm Zeke në emisionin Burra dhe Gra, që është debat me tema të ndryshme sociale, tash që 4 muaj, edhe me të vërtet është të jetë tepër mirë, edhe në të pas goxha shukushmëri, kështu që një herë jam okej, edhe po jetë super. Sa e kështë pas një guxim kaq të mas, sa Gjuli me bot njëjtin sen, që sot i pret 2 fëmijë. Që më jam pak, edhe ata që më njohin e din që jam guximtare, po për këtë vendim normal që do të me mendu goxha njëri, po jetojmë në një epokë që nëse ty të bën diçka mundi okej, edhe nëse nuk i bën dom kërkuj me një zgjedhjen tënde, është totalisht okej që më bëj. Kështu që edhe Gjulin këtë rast e mbështes edhe bravo i qut për vendimin e saj, edhe inshallah jetë sa më mirë Tanzania edhe rritja e fëmijëve që ka me pas. Po besoj për një femën kaq të bukur, kaq të fortë, nuk di, nuk kam fjalë. Për një pyetje shumë pak me spec, sa ka naj lidhje, apo apresim naj lidhje dashurie, apo halo akoma. Ska diçka konkrete, njerë përshijojna Verën, kështu që mbetet mu pas se Verës nuk i dihet, kur si dihet. Po Vera ku po të pret? Edhe shacit shumë, kështu që... Vera ku po të pret? Vera këtu në Prishtinë, qëtu në Prishtinë. Njerës edhe me emisionin atu vazhdu me gjirime, nuk po ndalemi as Verës, kështu që një herët qëtu në Prishtinë. Okej, edhe për fund Gjuli, se çka i thu? Ju uroj tonat mirat, shumë suksese në rrugëtimin e saj, edhe inshallah i rrit fëmijët me tonat mirat e botës. Faleminderit shumë, edhe presim sa ma shumë emisione, sa ma shumë sukses, kështu që jam me faqet një personalisht edhe të uroj sa ma shumë pat. Suksese.